çka Allahu ofron në ajet të agjerimit. Allahu xhallahu thot ja ayyuhalladhina amanu. Do të thonë mundësia tash që po ofrohet, po fillon me një thirrje. E cila është ojo që keni besuar. Allahu po të thot në emër të besimit apo. Cila është pjesa e mundësisë? Ku është mundësia këtu? Kretë mundësi. Edhe thirrja është mundësi. Mundësia fillon nga thirrja. Mas pari të ndrozër është mundësia e madhe me i dëshmu Allahut azza wa jall se ç'kjo thirrje më përket mua. Ç'kjo thirrje më përket mua. Kjo është mundësi e mirë. Edhe kjo nuk është thirrje vetme. Allahu thret në Kur'an në qindra ajete që keni besuar ato. Apo a kemi i trajtu krejt thirrjet njëjtë apo thirrja për agjerim është specifike për shkak të Ramazanit? Allahu te barekuhu teala është ai që të ka thirrë tek agjerimi, është ai që ka thirrë tek verifikimi. Është ai që të ka thirrë në vazhdimsi të ajeteve ku thot ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O që keni besuar largoni nga shumë paragjykime. Nga se shumë për ty në din me shpinë, inna ba'da dhanni ithm, nga se për ty në ka që shpinë mëkat. E kjo thirrje këto që keni besuar, largoni nga paragjykimet, e kjo atë përket ty. A mirësh me këtë thirrje dhe përgjigjen këtë thirrje. Prandaj sinkronizimi i përgjigjes në raport me thirrjen një burimore që vjen nga Allahu te barekuhu teala është mundësi e mirë tash me relaksu ko xhamin në Ramazan. Ju përgjigj Allahu azza wajal. Si që ka përgjigj me agjerim, më ka thënë se unë Allahu t'ju përgjigja me agjerim. A ka tjera thirrje që Allahu më thret po ka? Në rregull, tash ti në Ramazan kur zon hat me Kur'anin, zgjidh një 10 ajete ja ayyuhalladhina amanu, që praktikisht 10 ajete shkruajnë fitore. Amanu. Edhe këqyrë qysh jetin raport me shëthiri, edhe regulloj, që kjo është zi mundësisë, duke ju përgjigj një thirrje të rregullosh përgjigjen edhe në thirrje tjera. E këtë mundësi të Ramazanin, nga se edhe ka përgjigje, edhe ka gatishmëri, edhe ka ofrim me Kur'an ma tepër se në muajt e tjerë.